Po, vërtet është që ne çdo vit, edhe është një lajm kështu i mirë, që çdo vit kemi rritje të numrit të turistëve. Do të thotë, në bazë statistika na sillet aty diku prej 19 deri 25% çdo vit kemi rritë. Dhe kjo është një lajm i mirë për Kosovë, përkundër këtyre kushteve, edhe përkundër kësaj që kemi probleme edhe ekonomike, sociale, besa ka pak edhe politike, të themi ashtu. Megjithatë, Kosova është vu në një farë qendre, të themi ashtu, të vëmendjes, për të mirë, si destinacion i mirë për me ardhë turistët me vizitua. Edhe kjo është dikun për 19-25%. Kretë Kosova, nëse shqyqojmë edhe ashtu jemi vend i vogël, po në bazë të pozitës që ka dhe në bazë komunikacionit të rinit që ka, kretë Kosova mund të shndrohet në destinacion jashtëm turistik mjaft i përshtatshëm. Tu llogarit që kemi Alpet edhe malet e Sharës si potenciale më të mëdha turistike në Kosovë. Bile me këto potenciale turistike që i ka Kosova, ne na marrin lakmi shumë vende. Prandaj, këtë destinacion, këtë hapësinë, duhet me zhvillu. Kush është ai që e zhvillon? Është shteti përkatësisht qeveritë. Qeveritë duhet me ndihmu, bizneset duhet me ndihmu, ata akterë të cilët ndikojnë direkt në zhvillimin e turizmit në gjithë mbarshëm. Pastaj duhet me shku në drejtim të promovimit. Pa promovim vlerat në besin. Tash na kemi vlera natyrore, kulturore, historike. Natyrore kemi bjeshtë në do të thotë kemi potencialet natyrore. Tu i përfshi shembull edhe të shpella gadime se tjerë. Kemi kulturore si që është Turpiana, të thotë është njoft në botë. Po kemi në kohën e fundit dhe këtë pjesën historike, ku kompleksi Adem Jashari është një prej më të vizitur, afër 1 milion turist brenda vitit, nuk ka qendër, nuk ka destinacion më të vizituar në Ballkan për momentin se kompleksi memorial Adem Jashari. Prandaj këto duhet me promovu. Këto duhet me promovu, e çysh promovohet me themelimin e Agencionit Kombëtar të Turizmit. Me themelimin e Agencionit Kombëtar të Turizmit. Pa të nuk ka turizëm. Unë shpesh e thonë, sepse jam njësi kësaj fushë dhe e di, edhe jemi bindun që pak të nuk se këtë rajoni kanë. Edhe Macedonia dhe Shqipëria, Malezi, vetëm na nuk e kemi. E mira është që tani e kemi Ministrinë e Kulturës dhe Ministrinë e Turizmit, është tjera por që merr karakterin e ministrisë pjesa e turizmit. E mira kësaj është që tash në kuadër kësaj të themelohet edhe Agencioni i promovimit të turizmit edhe kish me shku puna shumë mirë. Që shteti duhet edhe forma tjera të promovimit me i plasu, gjithësisht me i ngrit. Për shembull që kemi rastin e Sanihillit, kemi rastin e Dokufesit, kemi rastin e në Kala, ja që shtetet e Kukaj, në Kukaj, e kemi, do thëtë, këto kanë fillu me bo evente ndërkombëtare. Sa ma shumë evente ndërkombëtare, turist ma shumë. Sa ma shumë turist, ata shpenzojnë ma shumë. Do thëtë, ndikojnë në konsumin turistik. Konsumi turistik tani ndikojnë direkt në çdo pore të zhvillimit ekonomik, prandaj kështu mund të rritet. Edhe këto ngjarjet kulturore, sportive, arti, këto që ka janë me renomi botnore, këto janë ambasador kryesor të promovimit të turizmit. Kosova me akomodim nuk i ka punë të mirë nëse e marrëm kështu, sidomos kur kemi këto ngjarje ndërkombëtare, pavarësisht a janë ato kulturore apo sportive, sepse në bazë të Agjencionit Statistika, na kretë Kosova i ka dikun 21.000 shtetër, ndërsa dikun afër 10.000 dhoma, prandaj nuk mjaftojnë. Unë po flas në bazë të Agjencionit Statistika. Unë e di që ka edhe Airbnb-ja këto tjera që të cilat ende janë regjistru, po megjithatë nuk kemi kapacitetet të mjaftueshme për me prit valë të madhe të turistëve. Prandaj kjo në tarme ndon një fazë studimi, gjithsesi duhet që ata që janë përgjegjës, për shembull ministritë, komunat me sensibilizu këtë çështje që më dhon shans që bizneset mund zhvillu më shumë dhe me pas më shumë të ardhmen dhoma eksos. Për ne është një ngjarje mega e madhe, jo e madhe, po mega e madhe, prandaj këtë ngjarje me këtë duhet me gjetë formën se me këtë kapacitet hotelier që kemi të dhomave dhe të shtretërve nuk mjafton as ndoshta 20% e atyre që pritet me ardhmë me mbulu.
Prandaj duhet me gjetë forma tjera janë, na kemi pas një takim edhe me kryetarin e komunës, besoj që edhe komuna një farë sugjerimi që i kemi dhënë, do të thotë me evidentuar të banesat të cilat janë për momentin thatë, edhe ato me i shëndru në kapacitete, në dhoma për mujt me i prit, sepse nëse kjo, atëherë mos harrojmë se mundem me dështu shumë këtë drejtim, edhe kur mbyllen, do të thotë bookingu, mbyllet gjithçka që s'ka rezervime, ata vinë edhe më pak. Domthonë edhe lojnat olimpike, lojnat mesatare atë nuk e kanë atë karakterin e lojnave mesatare.